Rikthimi I Xhenetës në Big Brother Kosova, një përjetim I papritur dhe emocional. Disa rikthime janë më shumë se thjesht një moment, ato janë një shpërthim emocionesh që lën gjurmë në zemrat e të gjithëve. Rikthimi I Xhenetës në Big Brother Kosova është pikërisht një nga këto momente. Ish banore e njohur, e dashur dhe e komentuar nga publiku, Xheneta nuk është thjesht një figurë televizive, ajo është një simbol I kurajos, I shprehjes së hapur dhe I energjisë që di të kapërcejë çdo situatë. Dhe tani, duke u futur përsëri në shtëpinë e Big Brother, ajo sjell me vete jo vetëm eksperiencën e saj të mëparshme, por edhe një sfidë të re për vetveten dhe për banorët e rinj. Kur Xheneta hapi derën e shtëpisë, reagimi I banorëve ishte I menjëhershëm. Pa asnjë dyshim, të gjithë dolën në obor për ta takuar. Sytë e tyre ishin të hapur nga habia, goja e tyre u hap për të thënë fjalë që nuk mund të dilnin menjëherë. Ata nuk I besonin syve, një ish banore, dikush që kishte kaluar net të gjata në këtë shtëpi, që kishte përjetuar dramat, intrigat dhe misit më të forta, ishte aty, para tyre, gjallë dhe më energjike se kurrë. Ishte një moment që I mbushi të gjithë me një emocion të përzierë, habi, gëzim, kuriozitet dhe një ndjesi të lehtësimit, sikur një pjesë e historisë së Big Brother kishte ardhur përsëri për t'i bërë të gjithë të ndihen pjesë e diçkaje të veçantë. Xheneta nuk është thjesht një emër në listën e banorëve të mëparshëm, ajo është një histori e gjallë që tashmë ka lënë gjurmë. Kujtimet e saj, momentet e saj të forta dhe ato të dobëta, aventurat dhe debatet e ashpra që pati me banorët e mëparshëm, gjithçka ka mbetur e gjallë në kujtesën e publikut dhe të banorëve që ishin aty atëherë. Rikthimi I saj sjell një kontrast të fuqishëm, ajo sjell një përvojë të kaluar, por edhe një energji të re që do të përplaset me dinamikat e reja të shtëpisë, pamja e saj, mënyra e të qeshurit, sjellja e saj e hapur dhe e sinqertë, bëri që banorët e rinj ta ndjenin menjëherë pra. Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosovës ishte e qetë atë moment, por si shpeshherë, një bisedë e thjeshtë mjaftoi për të nxjerrë në pak dallimet mes banorëve. Bia dhe Ludo ndodheshin në një nga hapësirat e përbashkëta, duke shkëmbyer fjalë që fillimisht dukeshin lozonjare, por morën një kthes më të thellë. Bia, e veshur ndryshe nga ditët e tjera, u kthye nga Ludo dhe e pyeti me një buzëqeshje: "Si të dukem sot?" Ludo e pa për disa sekonda dhe u përgjigj pa hezitim: "Sot je vërtet yll." Bia buzëqeshi, por Ludo shtoi menjëherë diçka që ndryshoi tonin e bisedës: "Brenda je origjinale." "Jashtë, jo gjithmonë." Kjo fjali e ndali bien. Ajo u kthye nga ai, e habitur, por edhe e vendosur të mos e linte pa përgjigje. "Jo, jam Bia," I tha me siguri. "Unë jam kjo që jam. Nuk jam ajo që ti mendon." Biseda u bë më serioze. Bia shpjegoi se nuk I pëlqen të reduktohet vetëm në pamje apo komente sipërfaqësore. "Ti gjithmonë flet për gjëra të jashtme," I tha ajo. "Por unë nuk jam bërë nga ajo që shikon ti, unë jam më shumë se kaq." Ludo u përpoq të shpjegonte se nuk kishte për qëllim ta ulte apo ta ofendonte, por thjesht po shprehte mendimin e tij, ashtu siç e ndjente. "Po flas për perceptim," tha ai. "Jo për atë që je si njeri." Por për Bien, fjala kishte peshë. Ajo theksoi se brenda shtëpisë po përpiqet të jetë vetvetja. "Parole, pa maska, pa nevojë për aprovimin e askujt. Unë nuk kam ardhur këtu për të dukur," tha ajo. "Kam ardhur për të qenë." Biseda u mbyll pas zëra të lartë, por me një tension të lehtë që u ndje në ajër. Banorë të tjerë e dëgjuan dhe mbetën të menduar. Ishte një nga ato momente ku fjalët, edhe kur duken të vogla, zbulojnë mënyrën se si njerëzit e shohin njëri tjetrin. Në Big Brother Kosova, nuk janë vetëm veprimet që gjykohen, por edhe mënyra si flitet, si vlerësohet dhe si respektohet tjetri. Dhe kjo përballje e vogël mes Bies dhe Ludos tregoi edhe një herë se kufiri mes komplimentit dhe keqkuptimit është shumë I hollë. Ishte një ditë e nxehtë vere dhe banorët kishin organizuar një lojë të çuditshme në obor, të frymëzuar nga idetë e vellajt të madh, që gjithmonë shpik gjëra të papritura. Ludo dhe Hygerta ishin pjesë e një sfide të veçantë, të dy ishin të lidhur me një litar të trashë që I detyronte të bashkëpunonin dhe që çdo veprim I tyre të shkaktonte situata qesharake. Banorët I shikonin me kënaqësi nga anët e oborit, duke qeshur me çdo lëvizje të dyve. Ludo, që kishte për detyrë të hiqte një pjesë të kostumit të tij për të përfunduar lojën, filloi të hapte rripin e pantallonave të tij, ndërsa Hygerta nuk dinte ku të shikonte. Njëherë e drejtonte shikimin lart, njëherë poshtë, duke ndjerë një siklet të madh që I mbushi fytyrën me ngjyrë të kuqe. Banorët shpërthyen në të qeshura. Një fëmijë I vogël që ishte ulur në trotuar bërtiti. Ludo po humbet betejën me rripin.
dhe të tjerët filluan të qeshnin edhe më shumë. Ludo, i përqendruar në detyrën e tij, nuk e kuptonte fare se sa qesharake dukej situata. Hygerta, nga ana tjetër, tentonte të bënte grimasa të vogla për të fshehur sikletin, por çdo lëvizje e saj vetëm sa e bëri situatën më komike, kur Ludo më në fund e mbaroi sfidën dhe vendosi gjithçka në vend. Të gjithë shpërthyen në duar trokitje dhe të qeshura. Hygerta u mbulua me duar për të fshehur fytyrën. Por nuk mundi të mos qesh gjithashtu. Të dy u përqafuan, duke e ditur që ajo ishte një nga situatat më të çuditshme dhe qesharake që kishin përjetuar ndonjëherë. Dita përfundoi me të gjithë banorët duke folur për këtë moment për orë të tëra. Lojrat e vellajt të madh shpesh çonin në situata të sikletshme, por gjithmonë përfundonin me të qeshura dhe kujtime të bukura. Ludo dhe Hygerta nuk mund të ndalnin së qeshuri ndërsa u ulën në një stol në obor, duke kujtuar se si një rrip dhe një lojë e çuditshme mund të bëjnë një ditë të zakonshme të bëhet e paharrueshme. Ishte një ditë e ngrohtë pranvere dhe banorët e pallatit të vjetër kishin dalë të gjithë në obor për të kërcyer së bashku. Muzika binte ritmike nga një radio e vjetër dhe këmbët e tyre lëviznin në harmoni, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe të lumtur. Benita, gjithmonë e kujdesshme, përpiqej të ndiqte ritmin, por në një moment u përplas pak me një prej banorëve që kërcente më energjikisht se të tjerët. "Ej, a je mirë?" tha Benita duke u tërhequr shpejt. Banori e shikoi me habi, ndërsa gjithë obori filloi të qeshte. Ishte një situatë krejt e papritur dhe askush nuk mund të ndalte të qeshurën e tyre të përbashkët. Një pjesë e humorit vinte nga mënyra e menjëhershme se si Benita reagoi. Duke I hequr dorën me një përzierje habie dhe turpi, "Çfarë po bën ti?" thiri ajo me një zë të ngjashëm me atë të një mësuesi që kap nxënësit duke bërë një shaka. Por banorët nuk ndaluan së qeshuri, disa mbulonin fytyrat me duar, të tjerë rrokulliseshin në tokë nga të qeshurat. Një burr I moshuar që gjithmonë e merrte gjithçka me humor, tha, "Ah, Benita, je bërë protagonistja e ditës." Ndërkohë, vajzat e reja filluan të improvizonin lëvizje të reja në ritmin e muzikës, duke e bërë situatën edhe më qesharake. Disa prej banorëve filluan të këndonin me zë të lartë, ndërsa të tjerët bënin shaka për momentin që sapo kishte ndodhur. Vetë Benita, pasi fillimisht u turpërua, nuk mundi të mos qesh me gjithë zemër. Tani ishte pjesë e lojës dhe çdo përpjekje e saj për të ndrequr situatën vetëm sa e bëri atë më komike. Koha kaloi shpejt ndërsa të gjithë vazhduan të kërcenin, të qeshnin dhe të flisnin me njëri tjetrin. Ajo ditë në obor nuk ishte vetëm një ditë e zakonshme pranvere, ishte një ditë e mbushur me humor, mijësi dhe momente të papritura që do të kujtoheshin për shumë kohë. Në fund, kur muzika u ndal dhe banorët u ulën për të pushuar, Benita u shikua rreth e rrotull dhe tha me një buzëqeshje, "Nëse kjo është qesharja më e madhe e vitit, jam e lumtur që isha pje." Fjalët që Labi ja drejtoi Labinotit nuk ishin të thëna rastësisht dhe as pa peshë. "Pse vetëm me Benitën nuk ngatërohesh? Me një njeri të afërt të saj ke pasur lidhje 5 vjeçare, e njeh prej kohësh." Këto fjalë hapën një kapitull tjetër tensioni, ku e shkuara u përdor si armë për të vënë në dyshim qëllimet dhe qëndrimet e dikujt në të tashmen. Kur në një debat futet e kaluara, sidomos një lidhje e gjatë dhe e njohur, situata pushon së qeni e thjeshtë. Nuk është më vetëm çështje sjelljeje apo qëndrimi momental, por një përpjekje për të krijuar dyshime, për të sugjeruar motive të fshehta dhe për ta vendosur tjetrin përballë një historie që ai ndoshta e ka mbyllur. Pyetja pse vetëm me Benitën nuk ngatërohesh nuk është kurreshtje, është akuzë e maskuar, një nënkuptim se heshtja apo distanca vjen nga interesa personale dhe jo nga karakteri apo zgjedhja e vetëdijshme. Përmendja e lidhjes 5 vjeçare me një person të afërt të saj e rëndon edhe më shumë situatën. Sepse kjo e kthen Labinotin në një figurë që gjykohet jo për atë që bën sot, por për atë që ka qenë dje. Dhe e kaluara, sado e gjatë apo e rëndësishme të ketë qenë, nuk mund të përdoret si vulë që përcakton çdo sjellje të së tashmes. Një njeri nuk mbetet peng I historive të vjetra, as I marrëdhënieve që I përkasin një kohë tjetër të jetës. Labi, me këto fjalë, tentoi të vërë në dyshim sinqeritetin e Labinotit, duke sugjeruar se ai nuk vepron njësoj me të gjithë dhe se zgjedhjet e tij janë të ndikuara nga lidhje emocionale të mëparshme. Por kjo mënyrë e të folurit nuk sjell sqarim, sjell përçarje. Sepse kur dyshimi hidhet pa prova dhe pa dialog të qetë, ai vetëm sa thellon hendekun mes njerëzve. Labinoti u vendos përballë një situate të padrejtë, të mbrojë për diçka që I përket së shkuarës, për ndjenja që mund të mos ekzistojnë më, për lidhje që janë mbyllur prej kohësh.
Dhe kjo tregon një problem më të madh në shtëpi, prirjen për të gjetur motive të fshehta aty ku ndoshta ka vetëm maturi. Përmbajtje. Episodi mes Elionës dhe Klodit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejt për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skudh, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan shgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt, sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie. Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Klodit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Klodin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Klodi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura. Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment. Fjalët që Alba ja drejtoi Benitës nuk ishin të rastësishme dhe as të thëna në vap momenti pa domethënie. Kush je ti që i përzihesh Elionës në debat me Klodin? A ja ke prerë kërthizën Klodit? Ti rri, ulu, mbaj vendin tënd. Këto fjalë tregojnë qartë një përplasje jo vetëm mendimesh, por edhe kufish që janë shkelur prej kohësh, kur një debat nuk të përket drejt për drejt dhe megjithatë zgjedh të futesh. Duhet të jesh gati të mbash përgjegjësi për fjalët dhe pozicionin që merr. Alba nuk foli për të ofenduar pa arsye, por për të vendosur një vijë të qartë. Askush nuk ka të drejtë të flasë në emër të dikujt tjetër, sikur ai të mos kishte zë. Mendim apo aftësi për të mbrojtur veten. Pyetja a ja ke prerë kërthizën Klodit? Nuk është thjesht provokim, është një mënyrë e drejtë për drejt për të thënë se Klodi është i rritur, i pavarur dhe nuk ka nevojë për mbrojtës të vetë shpallur. Mbaj vendin tënd nuk do të thotë për ulje, por respekt për hapësirën dhe rolin e secilit. Në një shtëpi ku tensionet janë të larta, ndërhyrjet e panevojshme vetëm sa i hedhin benzinë zjarrit. Kur përzihesh në debate që nuk janë të tuat, rrezikon të bëhesh pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Alba foli ashpër sepse durimi kishte arritur kufirin. Sepse nuk mund të kërkosh qetësi duke krijuar kaos. Nuk mund të flasësh për drejtësi duke u futur aty ku nuk të takon. Respekti nuk është vetëm mënyra si flet, por edhe kur zgjedh të heshtësh. Ky debat nxori në pa diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo mendim duhet thënë dhe jo çdo situatë kërkon ndërhyrje. Ndonjëherë maturia është të rish mënjan, të dëgjosh dhe të mos marrësh role që nuk janë të tuat. Sepse kur kufit nuk respektohen, konfliktet bëhen personale dhe fjalët lënë pasoja që nuk harrohen lehtë. Në fund, kjo nuk është thjesht një përplasje mes emrash, por një pasqyrë e asaj që ndodh kur respekti mungon dhe kur secili harron vendin e vet dhe pa respekt, asnjë debat nuk mund të quhet i drejtë. Sado argumente të ketë,